Kur je 5 vjeç, i thua nënës të dua shumë. Kur je 12, thua, nën, je shumë e bezdisur. Në moshën 16 i thua, mezi po pres ti iki nga kjo shtëpi. Në 18 i thua, nën, unë po largohem. Në 25 thua, nën, kishe të drejtë. Në moshën 30 po shkoj të shikoj nënën. Në moshën 50 kam frikë, mos ta humbas. Në moshën 80 do jepja gjithçka të dëgjoja dhe një herë zërin e saj. Midis këtyre momenteve, vitet janë të mbushura me gjëra të vogla që ti si ke dhënë kurrë rëndësi. Mënyra se si duart e saj punonin pa pushim për të rritur, se si zëri i saj i ëmbël të hiqte frikën në momentet më të vështira të jetës dhe se si dashuria e saj qëndroi po e njëjta edhe kur ti e shtyte atë tutje. Dhe një ditë të bukur mund ta shikosh veten duke gatuar në të njëjtën mënyrë që ajo të ka mësuar dhe e vëre, ajo është me ty në çdo gjë që ti bën. Mësimet e saja, buzëqeshja e ëmbël, shpresa për ty, ato në fakt s'të kanë lënë kurrë. Prandaj, nëse je akoma me fat ta kesh në jetën tënde, mos prit derisa të jetë vonë, ti thuash faleminderit, nën, po vi të shoh sot dhe të dua më shumë se sa fjalët e mia mund ta shprehin dashurinë për ty.